Ky është babai i ri Mzije Osmanit, sa shumë i ngjan këngëtarja. Ajo ka postuar një foto të rrallë të babait të saj. Vëllai i saj, Nexhati, ka postuar një foto të babait me rastin e ditëlindjes, duke e shoqëruar me një imazh të tij. Në fotografi vëret qartë ngjashmëria mes këngëtares së Remzije Osmanit dhe tatit, një detaj që bie menjëherë në sy, shkruan kosovarja. Remzija shpesh rrëfen se familja ka një rol të rëndësishëm në jetën e saj, ndërsa ky urim ka treguar edhe një herë lidhjen e ngushtë me babain e saj. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka përshëndetur aktin e të riut shqiptar Elton Zefi, i cili shpëtoi një 85 vjeçar, i cili ra në lum me makinën e tij dhe rrezikonte të mbytej. Kryetaria e Qeverisë italiane shkroi në Instagram këtë të shtunë se jeta e një personi arriti të shpëtohej fal guximit dhe altruizmit të riut shqiptar, të cilin e cilësoi si një hero. Elton Zefi, 32 vjeç, nuk hezitoi as për një sekond kur pa një makinë të zhytej në ujërat e lumit Batalja në Padova. Ai u hodh menjëherë në ujë dhe arriti t'i shpëtonte jetën një biznesmeni 85 vjeçar, i cili rrezikonte të mbytej brenda automjetit të tij. Ngjarja ndodhi të njëjtën më 20 nëntor, pak pas orës 11, Giuseppe Salvalaio, një sipërmarrës i njohur nga Padova, humbi kontrollin e makinës dhe përfundoi në kanal për arsye ende të paqarta. Automjeti nisi të fundosej me shpejtësi ndërsa Salvalaio mbeti i bllokuar brenda në gjendje shoku. Në atë çast, Elton Zefi, i cili atë ditë festonte ditëlindjen, pas skenën dramatike dhe u hodh menjëherë në ujë, bashkë me një tjetër burr që ndodhej aty pranë. Ata tentuan fillimisht të thyenin xhamat e makinës, por pa sukses. Zefi tregoi më pas se kishte arritur të dallonte dorën e të moshuarit nga sedilja e pasme, ku xhami kishte mbetur i hapur. Aty ai kuptoi se kishte shpresë. Pas disa përpjekjesh, i lodhur me këmbët e mpira nga të ftohti dhe duke rrezikuar të mbytej edhe vet, ai vendosi të bënte edhe një përpjekje të fundit, dhe ajo përpjekje u shpërblye. 85 vjeçari arriti të dilte nga makina dhe të nxirrej në breg. Pak çaste më vonë mbërritën edhe ekipet e ndihmës së shpejtë, ndërsa i gjithë momenti u regjistrua në një video që qarkulloi me shpejtësi në rrjetet sociale. Burri i moshuar u transportua në spital ku mori kujdes mjekësor dhe është tashmë jashtë rrezikut për jetën.